Ju përshëndesim të gjithëve, kudo që na dëgjoni. Filloi emisioni Bisedë me mjekun, duke i uruar mirëseardhjen dhe doktorit. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Kemi trajtuar shumë pak shkarazi, mund të them, lidhur me temat e tjera. Dhe sot do të flasim për migrenën, çfarë është migrena, mosha, trajtimin që duhet bëj një pacient nëse është i prekur me migrenë ose si duhet ta kuptoj që është i prekur me migrenë, se ndonjëherë edhe nuk e kupton, ë? Migrena quhet si nga shkaqet më të para ose që takohet më shpesh për në dhimbjen e kokës. Se dhimbja e kokës është një simptom, i themleve, një shenjë sëmundje që takohet në mbi 1000 sëmundje dhimbje e kokës. Por ajo që është më tipike e dhimbjes së kokës, që është e vojtshme po pa probleme për jetën, është se është zgjat si shqetësim, ka karakteristikat e veta, por nuk e dëmton si themi, nuk e rrezikon jetën e njeriu. Por është shumë e mundimshme. Dhe duke qenë se dhimbja është e fortë dhe shoqërohet dhe me sëmundje të tjera, kemi shqetësime ashtu si thatë dhe juve. Dhe shkas ne kemi diskutuar edhe një herë për migrenën, por i kam premtuar një dëgjuesi që më pyeti për një kohë gjatë se shumë i shqetësuar me migrenën e tij. Larg ishte për ta vizituar dhe thash do të jap fjalën që në emisionin që do bëjmë do flasim për migrenë që ta gjesh veten ti te cila lloj migrene je. Se vetë migrena ka mbi 7 e klasifikuar, në fillim ka qenë klasifikuar në 2 tipa. Më vonë në 4 dhe tani është në 7 tipa e klasifikuar. Dhe secila prej tyre ka veçoritë e veta, por ka dhe rrugën e mjekimit që ndryshon pak a shumë nga njëra tjetra. Migrena tani kanë bazën e saj. Në radhë parë njëherë është një dhimbje koke, e fortë, pulsuese, e cila zgjat deri në 72 orë. Në disa raste shoqërohet dhe me të vjella, me marrje mendsh, me intolerancë ndaj dritës, kërkojnë errësirë, duan errësirë, ndaj zhurmave, nuk i dorojnë dot, po dhe ndaj errave. Për shembull, ata nuk urin dot në kuzhinë. Sa stresuese është një person që të ketë migrenë? E favorizon stresi. Për shembull, një stres. Nga se mund të shkaktohet migrena përveç stresit, doktor? Migrena në bazën e saj ka ndryshime, ose si themi, ka një bashkëveprim midis faktorëve ambiental dhe faktorëve të trupit. Në faktorët e trupit, që flitet dhe për një trashëgimi në rast, se ka familje që e kanë të trashëguar migrenën, nga prindërit dhe tek fëmijët. Do të thënë ka përqindje më të madhe për të qenë me migrenë. Por në fund të fundit është një kombinim i faktorëve të jashtëm ambiental me faktorët e brendshëm. Dhe në bazën fiziopatologjinë e saj ose fiziopatologjinë, pra mekanizmin e zhvillimit të migrenës, megjithëse nuk dihet sakt, por mendohet që të kemi një çrregullim në arterien bazilare që furnizon trurin me gjak dhe në pra është një kombinim i çrregullimit vaskularo-nervor që shfaq dhimbjen e kokës. Saktësisht nuk dihet. Ka një specifik për shembull, gratë megjithëse migrena është shumë e shpeshtë te gratë. Ashtu siç është para pubertetit e shpeshtë te djemt, mbas pubertetit është më shpeshtë te gratë. Te femrat. Por gjatë gravidancës nuk takohet si migrenë. Si shkaqe ka pasaj shkaqe favorizues tek persona të cilët kanë këtë çrregullim që thamë që mund të jetë dhe trashëguar në veprimin e faktorëve të jashtëm, pastaj shfaqet migrena. Tek dikush për shembull, qëndrimi gjatë në të ftohtë. Tek dikush qëndrimi gjatë në diell, në të nxehtë. Tek dikush që s'ka fjetur mirë. Pra kanë përshtypjen që pak individuale, Është individuale. Prandaj dhe klasifikohet thamë në 7 tipe. Se ka një migrenë që është klasike, e cila kap gjysmën e kokës, dhe ka sindromin prodromal i themelve, ka aura në fillim. E ndjen veti sëmuri, ai që është mësuar me migrenë dhe që është i vëmendshëm, se do t'i fillojë kriza e migrenës. Ajo fillon me një mërzitje, prishje të humorit, nuk duron zhurmat, nuk duron ushqimin, i çrregullohet, ka nervozizëm dhe fillon një dhimbje e lehtë e gjysmës kokës. Kjo pastaj më vonë shoqërohet kur kap krizën e plot, dhimbja bëhet e fortë, pulsatile, dhimbje që rrëf i themin e vet. Sa njerëzit me migrenë në fazat e para që janë mësuar me të, mendojnë mos kanë një tumor në kokë thon. Sa më dhem shumë thotë doktor. Por nga momenti që ne dëgjojmë që dhimbja e kokës së tij vjen në formë krizash, pra vjen si fillim, ka zhvillimin e plot saj dhe pastaj ka periudhën e rënies. Me njëherë vjen diagnoza e migrenës, e cila vërtet është e mundimshme, por po të kapet që në fazën prodromale, tek migrena klasike. Mund të shërohet? Jo,
Për shembull, në rast se ke konstatuar që të filluan shenjat, por ato kanë ardhur nga që s'ke ngrënë akoma ushqim, sepse ka njerëz të cilët normalisht njeriu duhet të marrë ushqim që të prodhohet glukoza, e cila çon energji trurit, ushqimet. Kjo e ka periudhën 4 orë. Tek disa njerëz për shembull që kanë ngrënë ushqim në orën 8, në orën 2 ndjen një debolesë. Kanë përgjumësi. Tek këta që janë migrenoz, mund të shfaqen dhe shenjat e migrenës. Atëre ky person i cili i di këto shenja, ose aura që i themi, shenja paralajmëruese, me njerë ha diçka, pi një kafe, dhe mundohet të qetësohet. Mund të pi dhe ndonjë qetësues, siç është paracetamoli, brufeni. Pra ka ngrënë diçka, ka pirë kafe, pi dhe brufen dhe e ka evituar krizën klasike të migrenës, që është shumë munduese. Në rast se nuk e kap në këtë fazë, atëherë migrena do bëj vetëm. Do filloj dhimbja e fortë e kokës, e gjysmës së kokës, dhe do shoqërohet pastaj me të përzirat me të vjella, që është një... Kjo është kam përshtypjen shkallë më e lartë. Shkallë më e lartë, sidomos ne kemi vënë re kur ke ndonjë të përzira nga ke qëndruar në një ambient i lodhur ose zënia e makinës së detit. Dhe shumë e rëndë për ose të vjellat vapa nga ushqimet, por vetë vjella është një shqetësim i madh. Megjithëse është sa zjat doktor dhimbja e migrenës? Kriza tipike zjat 72 orë. E të mërshme. Këtë ka si... Do me thënë kozjatjen kam përshtypjen. Ka kozjatjen. Migrena klasike, që është dhe tipi parë, pra që ka aura dhe që zjat 72 orë dhe që është tipike si hemikrani. Doktor, mirë, për të gjithë ata që ndoshta e kanë, domethënë, migrenën këtë tip, do të flasim edhe për normalisht se çfarë do të bëjnë ndonjë kur ndonjë gjë, por meqenëse jemi tek migrena klasike, këtu ka dhe vlerë tani që vetë këto pacient duhet të jenë të vëmendshëm, kemi thënë, që të dinë faktorët që e zhvillojnë, që e nisin. Për shembull, një stresi, si evitohet stresi në familje, ankthi, mos jetosh me ankth. Që ç'a ndodhi, si ndodhi, ku ndodhi. Ka dalë vajt djali në ekskursion, si i thoshim më përpara, ose ka ikë për në weekend. Shqetësimi se ku vajti, ku s'vajti, gjitha këto tek migrenozët bëjnë problem se mund të çojë në një krizë migrenoze. Ose jeta ditë që ka kontradikta, ka konflikte. Duhet ta marrim sa më lehtë. Ajo që ju më thatë pak më parë mua, përbën stres ankth në familje kur ka mos komunikim të mirë midis dy bashkëshortëve. Ajo çon prap dhe të shqetësim tek fëmijët. Dhe zakonisht fëmijët me prindër që grinden shumë me njëri tjetrin, mund të bëhen nesër tipa dhe neurotik, por që mund të vojnë dhe nga migrena. Sepse krijon një gjendje stresi dhe tek fëmia. Dhe ka raste që dhe në moshën e fëminisë shfaqet migrena. Sidomos migrena e tipit abdominal që i thon. Atëherë u shfaqet me dhimbje barku, me të ardhur për të vjellë dhe me të vjella. Më kush është shkaku këtu? Evitimi i këtyre konflikteve, kontradiktave, debateve në sy të fëmijëve. Pra një nga masat është evitimi i stresit, i ankthit. Jeta e lirë, e qetë, jeta duhet marrë ashtu siç vjen. Dhe duhet, pavarësisht nga hallet që kemi, duhet të kushtojmë rëndësi. Migrenë tjetër është dhe migrena retinale, i themi ne, migrena e syrit, që të shfaqet me dhimbje në sy, me në ndonjë rast edhe verbim të njërit sy, në momentin që është kriza migrenoze. Por bëhen ekzamenimet, nuk përcaktohet dëmtime të tjera, dhe ka të njëjtat rregulla pastaj të kujdesit, siç thamë dhe për migrenën në përgjithësi. Sepse dhe kjo është shumë shqetësuese tek disa. Duke filluar me dhimbjen dhe përveç dhimbjes dhe shqetësimin në shikimin. Prandaj quhet dhe migrena oftalmike ose migrena e syrit. Edhe ajo pastaj ndikon aty, duhet korrigjuar shikimi, përcaktohet vizusi optik, sepse nganjëherë dhe vetë lodhja e syrit bën shkak për çrregullimin e qarkullimit të gjakut në të. Një migrenë tjetër është migrena që vjen si ndërlikim i migrenës klasike, nga përdorimi i medikamenteve, dhe aty rëndësi ka tek migrena të përcaktohet shkaku që e shkakton dhe e favorizon. Ato që thamë më parë, qofshin medikamentet, qofshin ushqimet, qofshin qëndrimet e zgjatura, apo ankthi, stresi që zakonisht zhvillohet. Dhe një tip tjetër e migrenës është migrena tek fëmijët, që thamë, tek fëmijët e vegjël, dhe zakonisht tek kjo predominon forma dhe abdominale. Pra migrenë, sepse preken dhe fëmijët e vegjël. Dhe fëmijët e vegjël ka raste, por janë shumë të rralla, që prekin dhe fëmijët. Sepse thamë neve, para pubertetit ndodh më shumë tek djemtë, ndërsa mbas rritjes ndodh më shumë tek femrat.
Mirë. Së fundmi doktor, më ishte sa. Pra, para njerë çdo dhimbje koke duhet të eksplorohet njerë para se të bëhet mjekimi. Sidomos kur ajo përsëritet. Sepse mund të zbulojë qoftë një vatër infeksioni, qoftë mund të zbulojë edhe këtë karakterin migrenos të dhimbjes. Sepse ka raste që duke persistuar dhimbja deri në 3 muaj, dhe deri në 3 vjet. Migren shumë e shpesht. Kjo bëhet problem, kërkon pasaj dhe encefalografinë e trurit, e zhen. Ndonjëherë mund të tek disa përveç migrenës ose mund të jetë si shenjë fillestare e epilepsive, ndodh dhimbja e migrenës, dhimbja e kokës me aurën dhe të shfaqet sëmundja e tokës që thonë. Prandaj, kur ajo përsëritet e ka të domosdoshme një ekzaminim të specializuar tek neurologu, bëhet e zhja dhe përcaktohet një mjekim mbajtës. Dhe në shumë raste ka dhënë efekte shumë të mira. Përdorimi i beta bllokuesve që themi, propranololi, korvitoli, i cili pihet në mënyrë të rregullt, ose tek ata që kanë kriza të largëta para një aktiviteti. Për shembull, këngëtarët para se dalin në para një koncerti, studentët që kanë provime, mbas lodhjes së madhe, zhvillohet kriza migrenoze. Prandaj është mirë që të mbrohen para provimit, përdori beta bllokuesit, e cila mund të realizojë gjumë të mirë me gjumësjellësit qofshin bimore, siç janë kamomili, banania, qumshti me mjalt. Edhe këto ndikojnë në uljen e krizave migrenoze. Po kështu vajrat esenciale mund të përdoren. Vaj farës zezë, shumë i mirë, i përdoren në mënyrë të vazhdueshme. Eviton krizat, ose edhe ato krizat që kapen janë më të lehta, mos i kjo përdoret rregullisht. Tjetra që kemi thënë përdorimi i ujit. Terapia e ujit që i themi, ujë me limon dhe me mjalt. Edhe ajo është shumë e këshillueshme, jo vetëm në zbutjen e krizave të migrenës, por dhe largimin e distancës ndërmjet tyre. Mirë doktor, vërtet të falenderoj që u bëre pjesë e programit edhe për sot. Falenderojmë dëgjuesit. Doktor, të uroj një javë sa më të mbarë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit miq që ndat minutat me ne këtë mbasdite në programin e dedikuar natyrisht shëndetit tuaj, bisedë me mjekun, pra në studio doktor Petrit Leka është me ne për diskutuar çështje nga më të ndryshmet, por dhe për të përgjigjur pyetjeve tuaja lidhur me problemet shëndetësore që ju mund të keni. Mirë, faleminderit miq, dëgjohemi në të tjera programe, në të tjera puntata.